Territori shqiptar për datën 24 maj 2026 do të karakterizohet nga moti ngrohtë i paqëndrueshëm me reshje lokale shiu në pjesën më të madhe të territorit dhe intervale me diell në zonat bregdetare. Paraditja do të sjellë kthjellime të pjeshme në ulëtësirën perëndimore, ndërsa gjatë pasdites reshjet do të përfshin kryesisht zonat qendrore, lindore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 8 orë me diell, më të theksuar në Bregdet dhe në jug perëndim. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 27 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 24 gradë. Peshkopi, 15 deri në 23 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 28 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 27 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 26 gradë. Elbasan, 19 deri në 27 gradë Celsius. Berat, 17 deri në 26 gradë Celsius. Korçë, 11 deri në 18 gradë Celsius. Vlorë, 19 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër, 17 deri në 24 gradë Celsius. Sarandë, 18 deri në 26 gradë Celsius.